Voglushja Kroni Pula pritet të ngjitet në skenën e Junior Eurovision 2025 për të përfaqësuar Shqipërinë me këngën e saj plot ngjyra dhe pozitivitet, duke sjellë në skenën ndërkombëtare shpirtin dhe energjinë e fëmijëve shqiptar. Kroni ka nisur provat në këtë kompeticion duke marrë dhe duar trokitjet e para. Kroni Pula përfaqëson Shqipërinë në konkursin evropian të këngës për fëmijë Junior Eurovision 2025, që do të mbahet në 13 dhjetor në Tbilisi të Gjeorgjisë. Artistja 9 vjeçare u shpall fituese e edicionit të 63 të festivalit mbarkombëtar të këngës për fëmijë, duke rrëmbyer çmimin e madh në kategorinë junior me interpretimin plot energji të këngës Fruta Perime. Kënga e kompozuar dhe orkestruar nga Adrian Hila mbart një mesazh të gëzueshëm dhe edukativ që promovon ushqimin e shëndetshëm përmes ritmeve dinamike dhe bargjeve plot ngjyra dhe humor. Edicioni i sivjetshëm i Junior Eurovision do të mbledh në kryeqytetin gjeorgjan performues të moshës 9 deri 14 vjeç nga 18 vende të ndryshme, të cilët do të ndajnë me publikun kreativitetin e tyre në një event që ndiqet nga miliona shikues në mbar botën. Kroni Pula pritet të ngjitet në skenë me një performancë të gjallë dhe pozitive, duke sjellë kështu shpirtin lozonjar të fëmijëve shqiptar dhe duke përfaqësuar vendin me shumë dinjitet në një nga skenat më të rëndësishme muzikore për artistët e vegjël.